Përgjatë rrugës Mitrovic-Prishtinë e kemi parë disa prej pumpave, prej shumë pumpave, të cilët kanë pas ulje deri në 7-8 cent për litër. Pra, disa prej pumpave kanë pas çmimin, disa prej më të vogla deri në 1.15 e 1.17, ndërkohë kompanitë më të mëdha që çmimin e kanë pas mbi rreth €1.32 ose diçka e tillë, kanë rënë në 1.27, 1.28, 1.29. Pra, shihet një rënje nga 3-4 cent deri në 7 cent në për pumpa të ndryshme, e kjo, siç është raportuar, po vjen pas një vendimi të tarifave të presidentit amerikan Donald Trump që ka lëvizur tregun e naftës. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve ka paralajmëruar se rënja e çmimit të naftës në Kosovë mund të bie deri në €1. Pra, Fadil Beriani nga shoqata e naftëtarëve ka lënë të hapur mundësinë që me këtë ritëm të uljes së çmimeve, çmimi mund të bie deri në €1 për litër. Qeveria e Kosovës dje ka marrë një vendim ku ka obliguar kompanitë që t'i ulin çmimet menjëherë me arsyetimin se kur çmimet po rriten, kompanitë po marrin menjëherë vendim që ta rrisin, ndërkohë që kur çmimi po bie nëpër tregjet botërore, ata po hezitojnë që ta ulin çmimin e naftës për shitje me pakicë. Kështu që ata kanë vendosur që ta marrin një vendim që e kushtozon për gjë dhe menjëherë janë vrejtur uljet e çmimeve nëpër pikat e karburantit.